Faleminderit shumë e nderuar kryesuese e seancës, të nderuar kolegë deputet, paraqesim sot përpara jush projekt ligjin për lobimin në Republikën e Shqipërisë, e cila vjen si një nisëm për të formalizuar për herë të parë në Republikën e Shqipërisë veprimtarinë e lobimit si një veprimtari e lishme, transparente dhe e gjurmueshme. Deri më sot nuk ka patur një kuadër ligjor specifik që rregullon lobimin në Republikën e Shqipërisë. Kuadri ekzistues adreson vetëm pjesërisht disa aspekte të sjelljes së zyrtarëve publik në raport me subjektet që interesohen të ndikojnë në proceset vendimarrëse, por pa rregulluar lobimin si një veprimtari e veçantë. Ndaj, ky projekt ligj sot merr rëndësi specifike, pikërisht sepse ka një qëllim primar: t'i bëj të përgjegjshme ndër veprimet e grupeve të interesit me institucionet publike, si dhe çdo formë tjetër ndikimi mbi politikat dhe vendimet publike në interes të qytetarëve. Ky nisëm është pjesë integrale e paketës ligjore antikorrupsion që ndërmerret në kuadër të avancimit të negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian, si dhe pasqyron qartë një konkretizim të angazhimit tonë për t'i qëndruar besnik zotimeve që kemi marrë në kuadër të udhërfyesit për shtetin e së drejtës, si dhe strategjinë ndërsetorale kundër korrupsionit 2024-2030. Njëherësh, kjo nismë e pozicionon vendin tonë në një linjë të qartë për afrimin me standardet e Grekos dhe OECD-s për qeverisjen e hapur, transparencën dhe integritetin publik. Ky projekt ligj i është nënshtruar një procesi të gjerë konsultimi publik me të gjitha subjektet e interesuara për gjatë muajit tetor dhe nëntor, në përputhje me të gjitha kërkesat e licitacionit në fuqi për njoftimin dhe konsultimin publik. Për te konsultimet në platformën elektronike, në datën 26 nëntor, është organizuar dhe një tryezë konsultimi me organizatat e shoqërisë civile, me pjesëmarrjen fizike të rreth 50 përfaqësuesve të tyre, dhe thënë këto, projekt ligji reflekton në mënyrë të dokumentuar, dhe ky është raporti final i konsultimit publik të projekt ligjit, ku vlerësimet dhe komentet e dhëna gjatë fazës së konsultimit publik janë marrë dhe administruar plot 96 komente nga 14 subjekte të ndryshme, nga të cilat mbi 70% e tyre janë pranuar plotësisht ose pjesërisht dhe janë adresuar në këtë projekt ligj, dhe ndaj gjerasin këtu të falenderoj të gjithë aktorët e shoqërisë civile, por dhe shoqatat e biznesit që u angazhuan shumë profesionalisht në këtë dialog konsultimi publik. Vlerësimi i çdo sugjerimi dhe çdo komenti të ardhur për gjatë procesit të konsultimit publik është bërë në mënyrë objektive, të arsyetuar, transparente, dhe ky raport individual, sikurse përmenda, është tashmë publikuar dhe është publik online në regjistrin elektronik të njoftimeve dhe konsultimeve publike. Gjithashtu, drafti është konsultuar gjërësisht në partnerët tanë, është dakordsuar fjali me Komisionin Evropian, si dhe gjithashtu është konsultuar gjërësisht me ekspertët e Këshillit të Evropës në mënyrë sistematike për gjatë gjithë fazave të hartimit të këtij projekt ligji dhe është përqasur me standardet më të mira evropiane. Ky projekt ligj gjithashtu është diskutuar në 4 komisione parlamentare, përkatësisht në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike, si në cilësinë e Komisionit Përgjegjës, por dhe në Komisionin për të Drejtat e Njeriut dhe Mjetet e Informimit Publik, në Komisionin e Ekonomisë, Financave dhe Punësimit, si dhe në Komisionin për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, ku për fat të keq kolegët e opozitës nuk kanë qenë pranishëm për të diskutuar projekt ligjin dhe mënyrë evidente nuk mund të legjitimohen sot të gren pretendime që ky projekt ligj nuk është konsultuar mjaftueshëm me ta. Ndaj çdo përpjekje për të hedhur hije në procesin e ndjekur për hartimin e këtij projekt ligji është vetëm e pavend, por lehtësisht e kundërshtueshme përmes fakteve konkrete dhe realitetit të diskutimit dhe debatit të zhvilluar për hartimin e këtij projekt ligji. Ndaj, në kushtet kur procesi është zhvilluar në mënyrën më optimale të mundshme, gjykoj se jemi para nevojës sot për ta mbështetur të nisëm të re legislative dhe gjitha risit që ajo pasjell.
Ligji normon, sikur se thash për herë të parë, regjistrimin e detyrueshëm të lobistëve dhe krijimin e regjistrit të lobimit, ku do të publikohet informacion i qartë dhe periodik mbi kush lobon, në emër të kujt lobon, për çfarë lobon dhe me cilat institucione apo me cilët zyrtar publik. Njëherësh projekt ligji bën një dallim të qartë mes lobimit si një veprimtari e strukturuar kundrejt një kontrate dhe një pagese dhe veprimtarive të tjera që ushtrohen nga grupe interesi të krijuara në formën e organizatave të shoqërisë civile ose aktivistëve që janë në ushtrim të drejtave themelore demokratike, si pjesëmarrja në konsultime publike, në aktivitete akademike apo shprehja e mendimit publikisht në media, të cilat natyrisht nuk konsiderohen dhe nuk mund konsiderohen lobim. Ligji do zbatohet për një gamë të gjerë zyrtarësh publik, si në nivel qendror ashtu dhe vendor, si dhe për çdo subjekt që synon të ndikojnë në vendimarrjen publike. Si lobistët, ashtu dhe vetë zyrtarët publik, do të kenë detyrimin të deklarojnë kontaktet dhe komunikimet që zhvillojnë me lobistët. Projekt ligji adreson gjithashtu parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve vendimarrëse, përfshirë ndalime konkrete për zyrtarët publik pas largimit nga detyra, për të mos u përfshirë në veprimtari lobimi që lidhet drejt për drejt me fushën e vendimarrjes së tyre gjatë ushtrimit të detyrës për periudha kohe të paracaktuara shprehimisht në ligj. Zbatimi dhe mbikëqyrja e këtij ligji do t'i besohet komisionerit për të drejtën e informimit dhe mbrojtjen e dhënave personale, një autoritet i pavarur dhe me përvojë tashmë në fushën e transparencës. Ky institucion do të administrojë regjistrin e lobimit, do të verifikojë të dhënat e deklaruara, do të kryejë kontrollin e respektimit të detyrimeve ligjore, si dhe do të vendosë masa administrative në raste shkeljesh. Përgjatë procesit të kostimit të këtij projekt ligji, kemi treguar vëmendje të veçantë për të adresuar nevojat shtesë për kapacitete njerëzore dhe burime financiare që do t'i nevojitën zyrës komisionerit për të garantuar një zbatim solid të këtij ligji kur ai të miratohet. Kjo qasje siguron që një autoritet i pavarur, sikurse është zyra e komisionerit, me përvojë tashmë të dëshmuar qartë në fushën e transparencës dhe mbrojtjes së dhënave, të jetë një garanci për zbatim efektiv dhe të paanshëm të këtij ligji. Të nderuar kolegë deputet, me miratimin e këtij projekt ligji, ne japim një shtysë kyçe të gjithë makinerisë së parandalimit të korrupsionit në administratës publike dhe forcimit të mureve të mbikëqyrjes ndaj ndikimit të palishëm me qeverisje dhe vendimarrje, jo vetëm si një kërkesë që buron nga procesi i linjëzimit tërësor me standardet e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, por si një nevojë e domosdoshme për të pasur këtu në Shqipëri standarde evropiane në përditshmërinë tonë administrative dhe vendimarrëse. Prandaj, ju ftoj ta mbështesim dhe ta miratojmë këtë nismë ligjore si një investim i qëndësishëm në transparencën e vendimarrjes publike, konsolidimin e qeverisë së hapur dhe formësimin ditaditës së të ardhmes së afërt evropiane të Shqipërisë. Ju falenderoj.